Lajni në mëngjes dhe më pas shkoni në punë. Ja pse nuk duhet ta bëni më këtë. Një dush i mirë në mëngjes shpeshherë konsiderohet si çelësi për të nisur ditën me pozitivitet, por ja që gabimet që bëni në dush mund të çojnë në probleme të caktuara shëndetësore. Të lani fytyrën në dush është një nga gabimet që çdo kush e bën dhe që mund të dërgojë në probleme shëndetësore. Për këtë arsye kryesore nuk është mirë të laheni në mëngjes. Të lani fytyrën në dush sipas ekspertëve thanë lëkurën dhe mund të shkaktojë edhe probleme të puçrave. Të përdorur sfungjerin, sipas dermatologut, mund të insistojë në përdorimin e bakterjeve që ai përmban dhe të irritojnë në lëkurën. Të qëndroni mbi ujin e përzier me sapun për një kohë të gjatë mund të shkaktojë infeksione fungale. Të laheni me ujë të ashpër nëse keni lëkurë të ndjeshme mund ta dëmtojë atë. Të përdorësh dushin përpara se të shkosh në punë mund të ndikojë në përkeqësimin e shëndetit tuaj dhe të shkaktojë edhe probleme me ftohjen dhe imunitetin.